të nderuar teleshikues, kthehemi në emisionin e radhës Ekspertiza. Me mua në studio janë ekspertët e estradës, ku sonte do të flasim një temë shumë interesante e cila titullohet "T'lagim me shampanj, t'lagim me shampanj, t'lagim me shampanj, t'lagim me shampanj, edhe pse jo t'lagim me shampanj". Sa filozofik, çfarë peshe çon kjo këngë, do ta diskutojmë me ekspertët tanë. Më mbrëma do të fillojmë me zotrin Gashin. Faleminderit, po kisha shku drejt në temë. E kontekstin përpara edhe ju lutem për koncentrim. Unë nuk e di as emrin qysh e ka, veç shpesh mbjen me pa. Ama unë vi kudo që është ajo, mu gjithë për mas më ka. Anë spot komandant. Komandantat nuk ishtë dosht me umulis para femrave. Ky është rregulli i parë. Një komandant i len një ndolap edhe jeton si loç. E jo me umulis për një femër, kush do qoftë ajo. Kaq. Ju kolegë, po më duket që e keni veç një problem. Se ju po i shikoni gjanat prej kandit tregtarit, do të thonë prej kandit të gjarit. Sepse ky tekst ka shumë brenda tij edhe krahasohet me vargjet dhe tekstet e filozofit anglez Simon Blackburn. Pra nëse kështu si tekst, pa instrumental, se instrumentali është burgu i vargut, e keni parasysh. Pra, nëse kështu veç si tekst, atëherë të rënën komplet filozof modern. Unë e kom përkthy një tekst një këngës, Bohemian Rhapsody e grupit Queen. Aty flet për një djalë i cili e vret dikon edhe qaq. Kështu që kisha pas qef me ja u demonstru edhe me ndo edhe me juve. A jeni dakord? Po, sigurisht. Okej, po filloj. Kënga nis kështu. Unë e kom ndonë në 3 pjesë, do të thonë 3 tituj. Is this a real life? Is this just a fantasy? Pra, a është kjo e vërtet, apo vetëm një fantazi? Titulli i dytë, mos kokësharja. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Kjo në Shqip nuk përkthehet edhe ashtu, do të thonë i jub kuptimi, por i bjen sikur se fiton diçka shpejt edhe tik për një sekond. Vazhdojmë. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Për mua nuk ka rëndësi ka fryn era, thot autori. Po, thot nuk ka rëndësi ka fryn era. Nuk po thot t'lagi me shampanj. Po, t'lagi me shampanj. Bili, mi thonë të drejten, deri vonë kom mendu që po thot t'lagi me shampanj. Kaq. Titulli i tretë. Kuptimit të aktit të kryer. Ju lutem, keni vëmendje. Mama, I just killed a man. Dëgjoni që ka thot Rotsamja, autori. Put a gun against his head, pulled my finger, now he's dead. Nan e kom vra njanin, i ap shteta revolin në kry, e kom tërhek gishtin edhe vdiq. Po, asë një moment nuk thot t'lagi me shampanj, ose t'lagi me shampana qysh dush, ose dilte këroni cuca, ose diska t'il. Zotni të dashtën, bashkëfolës, kolegë, analista, nuk kemi tekste, në me thonë, nuk kemi të bëjmë me tekste cilësore. Ka është dimi e thonë, po kemi të bëjmë me tekste që jenë shkrume ko që. Unë i kam rezervat e mija për këto tekste. Po, rezervat e mija. Janë shkruara për një ambient tjetër, për një rrethon tjetër, për një treg tjetër, kështu që nuk di çka them. A i bjen kjo që bendi Queen janë lëm, a qysh se s'po të kuptoj juve Akademisë Shkencave, të arteve? Jo, nuk do të thotë që çka do që vjen nga jashtë, ashtu na qenë ka gjëja e veçantë. Ata mund të kenë qenë të rëndësishme normalisht për popullin e vet, mirë, po për neve Ili Rodardanët, këto tekste të më drejtën nuk pinu i. Absolutisht, do gjana duhet të shiqojmë, si them, pak më larg. Pajtohem plotësisht me ato që u tha, po ndoshta të ndërlidhem të ky bendi Queen. Queen. Po do Queen. Queen. Mirë, s'ka rëndësi. Dëgjom. Domethënë kur flasëm për një band, na nuk po dojna me minimizu punën e tyre, ata mund të kenë bërë punë të jashtëzakonshme, po kur e ngrihëm një paralelen mes atyre dhe Ghetto Gjizit, domethënë
po flasëm për një diçka shumë të madhe. Domethënë, Geto Gjezi është baba. Domethënë, ai e qel derën, ai e mshel derën. Vetë të gjej pak material këtu, çka thot, mos e ka dikush. Domethënë, thot më konkretisht thot jo s'ka si ajo. Jo s'ka si ajo. S'ka si ajo. Veç një njeri shordhan nuk e bën për veti ky tekst. Pajtohem, do thot në situata emergjente ka mujt edhe me përfundu veç me njerë si ajo, por artisti e qanë ambicin e tij më lartë, duke përsërit disa herë, dhe vetë fakti që përsëritet disa herë, kjo nënkupton që për brenda tekstit ka diçka më shumë, do thot është më e thellë. Po, që këtë moment isha tu e prit. Për shembull, vazhdon këtu teksti, thot, ose fillon me këtë, thot, unë e nisi ditën me të, ajo me Nutella. Unë jam bështjellësi, ajo karamelja. E zonja dhe zotrinj, kjo thonje ta rre Homerin shpulla gojës. Përfundimisht. Pra, unë e nisi ditën me të, ajo me Nutella, nuk është fjala për Nutellën si Nutellë. Po këtu artisti e krahason veten ose ndonjë organ ti me Nutellën. Edhe vazhdon kur thotë e munona me përcjell e mos me lon della. Nëse fjala dell është fjalë serbe, ka mujt. Me përkthy i bjen copës, po s'ka gale, kush i kemë edhe ata. Prap ndel përpara edhe ciao bella. Dhe me thonë, me njëherë mas tushit, veç vjen ajo loqka i del përpara, edhe kë me një të mbrendshme ashtu, thot, si me thonë, si për shembull, me thonë, kur do në mjanisa njëherë prej fillimit. Apëtin, kjo është krejt filozofia asoj që ka unë e përdu me thonë. Faleminderit, Mik. Por kjo pjesa është shumë vendimtare, është shumë do me thonë se, picitoj. Hej, mamita, kur po vjen të papi? Do me thonë, kur nalesh e analizan ka mujtë mi thonë, për shembull, kur po vjen të baba, të bobi, të aga, dy një shikina në këto, po i ka thonë të papi. Me një fjali ka thonë, kur po vjen të dajabos, lej shoqet pak, leti merë mali. Qka po thët autore këtu? Do me thonë, autore paraqet këtë vajzën si një vajzë që shpenzon shumë kohë me shoqe e pa kohë me shok. Apo më kuftani? Se do rënzeme në shqiptarët, atë kem qef mi pas gratë ka shpija të vergjera. Atë mos ti fort fell, se mos po nëzirna për kontekstit. Unë do të lidhesha me njëherë me këtë vargun tjetër, thot, bëje punën vetë, dali ku dali. Pra, këtu autori i bën thirrje vajzës që të ndahet nga shoqet e veta dhe të vjen tek papi, Mik si që thatë, pra në këtë rast që është fjala tek Geto Gjezi. Kënaqësi e garantume. Kjo fjalë është aq e thellë sa lirisht mund të përdoret edhe nga ndonjë themi kompanie ëmbëlsirave që prodhon këtu në Kosovë, njëkohësisht do ta promovonin edhe kompaninë, po besoj që edhe një reklame caktuar do dilte fort interesant. Pra ta paramendojmë shembull, karamelet tona. Kënaqësi e garantume. Pra është po ç'a lakuriç me petalet mbulume. Ka për mu, lirisht mund dhe me thonë është piktur që i takon realizmit francez. Pra, unë besoj fuqishëm se autori i një edhe piktorët, prandaj kisha me thonë dhe kisha me përmbyll, për këtë varg, kjo fjali nuk është rasisht këtu. Nëse shkojmë tutje, dashnia për ty, fantazi e shfrenume, ti je bo për mu, për tjerët je e ndalume. Unë nuk kam që ka të shtoj tutje për besjo. Tash kjo është momenti ma dramatik që po të isha unë e prezentus, i kësha të bu letrat edhe kësha hecë. Në më thonë vëmendje se nuk bën me i këtë gjona. Pra po fillaj, hajde sonte të festojmë.
që sa bukur e përpilën, të lagi me shampan, të lagi me shampan, të lagi me shampan. Unë ty, të lagi me shampan, të lagi me shampan, të lagi me shampan. A pet të thët, hajde, se ku më të lagi me shampan, ma dhe shtuaj. Metafora është kjo, apo din, se nuk është puna bash veç të shampanja, apo din, po për ata që i kapin gjanat ma, kështu, kjo ka dhe me thonje shumë të madhe. Unë kësha dasht me të vërtet me takua djallës as tekst shkrus, kur do qoftaj me takua dhe me përqafu shumë njerë. Pra, zotëri Gashi, jo me ndoni se pas këti tekstit shqie diçka më shumë se çka po thot këto. Unë qatë folë dali djetë. Këtu në studio i kemi 3 analista servila, cilët pikërisht 3 analista servila, cilët ose janë idiota totalisht, ose nuk marrin vesh, ose janë ëndër, ose janë drogum, unë nuk po i marr vesh. Qash? Më falë, fjala servil mundet me qenë pak e randë. Jo, na jena në emision se lëm ju bëjt të rrej. Që si një tokë bukës be. Po hajde pëzojmë që po na rrej. Çka përfiton nga kjo? Alloj sen, për që po folni këtë, kur gjë eqë. Degja, mos të nxerëm emisionin për kontekstit. Ne jemi të kirën këto me analizu disa tekstet këngëve dhe nuk jena grumbullu këto me nda tukë. Që edhe për në arreshe, qka? Në më thonë, asë në gjia, asë në gjep që të populli. Kjo është për të miren e tekst shkruzve që na përdojna me qitë në pa punën e tyne të palosh. Qaq? O, ka u boja. A jeni bre në veti që jeni të folë. Po gjema bre një shtet që nuk e ka një kritik mirë fillt. Une, sinqerisht, nuk po mujë me kuptu që ato fjallë janë të dollë për juve. Jeni të folë për një tekst kotë, për një tekst idiot. Mos boni bre ajgore. Jena po këtu një emision si me konë një shpi, si një serial. Kjo nuk është në regull. Mo e një men, këtë ven u degradu me qka ka pas. Nuk ka respekt për artin, nuk ka respekt për kulturën, për kur gjë. Veç këshyre analizeje. Sa seriale televizive janë për momentin që të ko, për 10-20 asa dush, sa këngëtar janë, 1 milion, sa banori ka këj vend, 1.800.000. Mos boni më rajgare, këshëre një shkupin, 40 kilometra i ka, 40-60 zisa janë. Veç kap në këshëne, qfar bende performojnë në shkup, pa e dini pse performojnë, se ka kush i ngën, kap e thire ti, një bend metalike në berën Prishtinë. Po një mut, as 10 vetë as dalin me ta ngubre. Mos bëni ajgare. U degradu me shka ka. Në teatr përësitën shfaqe politike. Do më thonë, politika i përësit shfaqet e realizën qëllimet e veta. Në balet, një mut, punoj njerës që s'kanë shkollë. Bashkë ato nuk ishtash me punu. A moni akom, mos më fëni në hava. Veç pak, do më thonë herën e fundit që jëmë taku me Medën, e bashkë e pyta, më interesaj. Me kanë? Me Medën dhe? Natën e mirë. Po veç banajgare ti, po ai e ka sigurua dhe jetën e nipave. Fal mikrofonit. Në regull, po në fond si do ta cilisojmë në këtë këngë, të lagim me shampanjë, të lagim me shampanjë, të lagim me shampanjë? Një këngë që vjen nga nesërmja. Veç një grek mundet me thonë diçka të keqe për këtë këngë. Si ma shkurt, pa këtë këngë nuk bënë. Okej, pra shikues të nderuar, ju falenderoj që qëndruat me ne, deri javën tjetër mirëmbëjtje. Ai che pascio